Është festivali një tjetër, më saktë është Eurovisioni, një tjetër synim për të ardhmen tënde, pra pjesëmarrja jote në festivalin e këngës, të bën ty domosdoshmërisht, le të themi, një ndër pretendentet, sepse Fix, absolutisht. në fund një del. Pra, a është kjo arsyeja apo ti je vajzë festivalesh? Domethënë, ëndra jote është përfaqësoj Shqipërinë në Eurovision apo Jo, un kam qenë është skena që ti jep adrenalinën? Vajzë kompeticionesh që automatikisht më kthen që sa dalin sken ma kërkon trupi adrenalinën e live-it, sidomos në një këngë 3 minuta që është shumë përgjithësi, sidomos e jotja. Po festivalet unë nuk është se marr pjesë konstant, edhe pse njihem si vajzë e festivaleve, po kam qef me reflektu me veten, me këshyr trendi çka është edhe me shku te një kompozitor tek shkruesi duhun që më nej është i kohës edhe me i provu ujra të ndryshëm edhe me marr pjesë. Nuk marr pjesë tesh me mush numër festival, po marr pjesë me pretendu. Edhe në këngën magjike ku marr pjesë në 2022-ën kam qenë pretendente edhe për folun gjatë gjithë kohës 3 muaj festival që është për me fitu edhe në festivalin e RTS-s. Kështu që nuk marr pjesë thjesht me mush numër. Normalisht Eurovisioni është një pikë synimi. E ke një dëshirë tënde, po. Se mos më pas qenë mendoj që çaq shumë duhet me investu, se pjesa artistike ka investim shumë të nalt monetare kanë qenë. Është pjesa skenike. Është e kushtueshme. Krejt aspektet, skenike, audio, të gjitha. Domethënë është shumë e kushtueshme, kështu që ti duhesh me mendu mirë, edhe masi që të fiton a ke të ardhura për me mbulu atë pjesë. Kështu që kur të ndihesh e sigurt, merr pjesë. Un marr pjesë për një arsye, për me fitu çmimin. Atëherë nëse se marr çmimin, ajo është pjesë e shijeve relative, teorisë, të publikut, ajo është tjetër gjë pastaj. Po unë mundona me jap më të mirën prej vetës edhe dokumentohet kjo gjë. E kam synim Eurovisionin, kisha pas shumë qef me përfaqësu Shqipërinë atje, po është edhe problemi pak të unë që në mënyrë konstante nuk marr pjesë, që më ndodh. Alisi për shembull që këtë vit fitoi, ishte pjesëmarrës dhe vitin e kaluar. Po. Që fitoi çmimin e tretë, besoj po. Unë kam marr pjesë veç një herë, kështu që me një herë nuk mundesh me marr çmimin. Nëse ta uroj se kjo është tavolinë që bën magjira dhe çfarë flasim këtu. Po, manifestim. Nëse këtë vit i fiton për Eurovision, çfarë ndryshe pretendon ti që do t'i sjellësh Shqipërisë nga gjithë artistët e kaluar, pra ça ndryshe mund të sjelli Vesa? Njerëz dëgjojeni se you never know, mund ta votoni, mund ta keni tani favorit që në qershor. Tash se ka mendu, po pak a shumë publiku. Po ta manifestojmë ne vetë. Po patjetër, me kënaqësi. Ndryshimin e ka filluar Shkodra elektronike, kur kam qenë edhe unë atë vit edhe që kam fitu. Kanë qenë shumë ndryshe, ka paraqitur edhe pjesën tradicionale tonën edhe të muzikës edhe e përzinë me moderne, kështu që mua më ka pëlqyer shumë. Edhe njerëzit e njohin Vesën nga pjesa artistike edhe dinë që edhe nga pjesa e muzikës, edhe koreografisë, edhe e veshjes vjen pak më abstrakte, nuk vjen shumë e rregullt. Kështu që un kam qef me tinglu ma international, ma internacionale, me qenë me synin publikut ma internacionale, që më përshtat me frymën atje. Unë këngën lutëm kur e kom menu vetën në Eurovision. Do më thonë qysh kishtë tinglu atje kënga, jo në festivalin e RTS-s. Se në festivalin e RTS-s, produksioni edhe orkestrimi vjen ma live, ma ndryshe. Kur shkën atje është ma produksion, do më thonë, atje luet me ma si prej studios kënga, do më thonë, nuk tinglën si ma orkestër të madhe. Do më thonë, dallon shumë. Edhe unë e kom paramendu këngën lutëm për skenën e Eurovisionit ma internacionale. Ishte e planifikuar, e kopsitur, të gjitha me radhë. Nga zemra ta uroj që të shkosh, edhe unë kam qenë në një produksion modern, totalisht bop, ishte hit momental dhe uroj në të vërtetë të sjellësh diçka moderne, nëse shkon diçka moderne nga Shqipëria. Po, jo, nëse shkon Vesa të sjellë sërish diçka moderne, se mua më kanë lodhur të them vërtetën, këto vuajtjet, këto emigrimi, këto njerëz, është Eurovision, aty njerëzit duan fan, duan të kënaqen, duan të kërcejnë.